Ashtu siç është e paralajmëruar nga meteorologët dhe specialistët e emergjencave civile, një stuhi e fortë përfshiu disa qytete të vendit. Në Elbasan, rreshtet e dendura kanë zgjatur për rreth 40 minuta duke krijuar një shtresë të bardhë mbi rrugë, duke vështirësuar qarkullimin e automjeteve dhe lëvizjen e këmbësorëve. Emergjencat raportojnë 40 mm shi e breshër për 38 minuta. Disa bodrume u përfshin nga uji, ndërsa minjerë ndërhyn ekipet zjarrfikse, po ashtu në qytet. Disa pemë u rrëzuan pa shkaktuar dëme. Sipas raportimeve, stuhia përfshiu fshatrat përreth, por edhe bashkitë e Prenjasit e Librazhdit. Në Korçë e rrethina, po ashtu u regjistruan rreshje të dendura breshëre, stuhia shoqëruar me erë të fortë e cila zgjati vetëm pak minuta duke lënë pas edhe dëme. Një pemë u rrëzua në qytet duke bllokuar trotuarin, por fatmirësisht pa shkaktuar dëme. Një tuf baktish është goditur nga rrufeja këtë të premte në fshatin Derdush në Pogradez. Sipas të dhënave paraprake, kanë ngortur rreth 10 krerë bakti të imta, ndërsa 17 të tjera janë plagosur. Tufa e përbërë nga rreth 190 krerë dele dhe dhi në pronësi të shtetases Tatjana Biçoku, ishte në shtektim nga zona e Pirgut drejt kullotave malore kur u godit nga rrufeja. Tashmë pas përfundimit të stuhisë, ekipet kanë nisur verifikimet për dëmet të tjera të mundshme.